Zuckerberg dëshmon në gjyqin e varësisë nga rrjetet sociale, akuza për dëm ndaj fëmijëve. Shefi i Metas, Mark Zuckerberg, doli për herë të parë përpara një jurie në një proces që po konsiderohet historik, ku platformat e tij akuzohen se kanë dëmtuar fëmijët dhe adoleshentët, duke krijuar mekanizma që nxisin varësi. Gjatë dëshmisë ai u pyet drejt për drejt nga avokatët e paditësve nëse Instagrami është projektuar qëllimisht për të qenë adiktiv, me elemente si infinite scroll, autoplay dhe algoritme që mbajnë përdoruesit online sa më gjatë. Pyetjet të fokusuan tek fakti nëse kompania kishte dieni për efektet negative në shëndetin mendor të rinjve dhe nëse fitimet u vendosën mbi sigurinë e tyre. Padia pretendon se platformat e Metas kanë nxitur ankth, probleme në imazhin e trupit, depresion dhe mendime vetvrasëse të përdoruesit e mitur, ndërsa përdorimi i rrjeteve sociale në disa raste ka arritur deri 16 orë në ditë. Zuckerberg mbrojti kompaninë duke deklaruar se Meta ka investuar për vite me radhë me mjete sigurie për të miturit, kontrolle prindërore dhe kufizime në përmbajtje të dëmshme, duke mohuar se produktet janë projektuar për të krijuar varësi. Ndërkohë, analisja e teknologjisë Kara Swisher në një intervistë për CNN tha se Zuckerberg po përpiqet të minimizojë përgjegjësitë personale duke zhvendosur fokusin te industrisë dhe përdoruesit, ndërsa theksoi se ky proces është moment kyç për të përcaktuar nëse kompanitë e teknologjisë do të mbahen ligjërisht përgjegjëse për dizajnin e produkteve të tyre. Ky është rasti i parë nga mbi 1500 paditë bashkuara që shkon para juristë dhe mund të krijojë një precedent të madh për Big Tech, pasi për herë të parë do vendoset nëse dizajni i rrjeteve sociale mund të konsiderohet shkak i drejt për dëmet tek të rinjt. Nëse paditësit fitojnë, kompanitë si Mega dhe Google mund të përballen me kufizime të reja ligjore dhe me përgjegjësi të drejt për mënyrën si ndërtojnë platformat e tyre. Në sallën e gjyqit, ishin pranishëm edhe prindër që pretendojnë se kanë humbur fëmijët e tyre për shkak të sfidave të rrezikshme apo problemeve të shëndetit mendor të lidhur me rrjetet sociale, duke kthyer procesin në një nga përplasjet më të mëdha mes familjeve dhe industrisë dhe teknologjisë.